Është koha për intervistën e ditës. Me mua në studio kemi profesorin universitar Mirësim Maksuti. Zotëri Maksuti, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Mirë se u gjetë. Do të bisedojmë në minutat në vazhdim për zhvillimet politike brenda po dhe në shtetet fqinje. Do të ndalemi fillimisht në Maqedoni. Zotëri Maksuti, si vlerësoni punën e zhvillimet, punën e deritanishme të qeverisë, konkretisht zhvillimet politike gjatë këtyre një vitit të fundit? Po shihni, marrë do me thonë në tërësi, punën e qeverisë gati një vjeçare tash po vim, nuk mund ta vlerësoj pozitivisht, shumë pozitivisht, për arsye se ajo poenta kryesore e cila ishte pra antarësimi i vendit tonë në Bashkimin Evropian dështojnë procesin, fazën cilin priti të hape negociatat, dhe në këtë kuptim do me thonë shihni ka dështu, po them ja, dhe me çështë edhe më e keq që ne ende nuk kemi ndonjë shprehje se mund afër të zgjidhet ky problem. Pra zgjidhja e problemit kontekstit me Greqinë, me Bullgarinë, që është kusht për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian dhe po duket se kjo po duket gjithnjë më larg për fat të keq, po duket se ndryshimet kushtetuese mund të ndodhin siç e dim të gjithë, domethënë si kusht. Një sinjale nga pala bullgare, Po, as nga pala bullgare, po duket se nuk lishojnë pe, asesi, as nga pala jonë këtu, në radhë parë pala Maqedonës, sepse është çështje që prek drejt për drejt identitetin Maqedonës dhe para përgjithësia në radhë parë mbi ata se çfarë zgjidhje do të hapin vullnetin e mirë për ta zgjidhur këtë punë, njëre për gjithmonë, sepse atakohet identiteti Maqedonës. E po e shohën si një çështje sparje e tyre, pastaj e gjithë qytetarëve të këtij vendi, kuptohet bashkërisht. Dhe edhe këtu domethënë nuk ka vullnet disi pozitiv që të hyjet seriozisht vërtet zgjidhjes së kësaj çështje. Në anën tjetër duket se Bullgaria sa të shoh disa deklarata të fundit, domethënë se mund mos jetë ky kushti i fundit, gjë që jep një pretekst, një arsye plus. Pra nuk jep Bullgaria garanci se në të ardhmen nuk do të kushti i fundit, se nuk do të hapej kushte të tjera që duhet i plotësojë vendi. Po duket se vijnë sinjale se mund të jetë edhe ndonjë kusht shtesë, edhe kështu që jep më tepër arsye këtij pushteti që të arsyetuej pse nuk hyj ndryshimit të kushtetutës, gjë që nuk qëndron. Në anën tjetër, shihni edhe situata momentale ndërkombëtare me Bashkimin Evropian nuk është në pozitë favorshme. Për momentin zhvillimet e fundit në arenën ndërkombëtare, shihni pas zgjedhjeve në Amerikë të Trumpit, ndikimi në gjeostrategjinë ndërkombëtare, edhe politika evropiane, disi ka një dosë, një skepsë të re të jetës, vazhdimit të jetës së Bashkimit Evropian. Më tej dhe mund paraqiten çështje të reja brenda vetë Unionit Evropian që drejt për drejt lidhet edhe me procesin e antarësimit të vendit tonë, që pretendojmë më shumë me presin. Aktualisht nuk është në fokusin kryesor të Bashkimit Evropian Ballkani. Jemi në situatë edhe në brenda, edhe me fqinjet, edhe në bashkësinë ndërkombëtare, jo shumë të volitshme, që vërtet shtruhet ky problem që të zgjidhet edhe një herë për gjithmonë. Edhe shpresojmë të rregullohen raportet, shpresojmë të rregullohen, përmirësohet gjendja, marrëdhëniet të zbuten, por edhe ajo në Evropë, edhe ajo ndërkombëtare, dhe vërtet arrijnë një zgjidhje kompromise dhe ta mbyllin çështjen me Bullgarinë dhe të hapet dyert tona për Bashkimin Evropian. Të ndalim pak tek subjektet politike shqiptare, zotëri Maksuti, akoma pa u bërë një vit nga funksionimi i qeverisë, po bën lëvizje interesante në bllokun e partive shqiptare, konkretisht ata që përfaqësohen në qeveri vlen me largimin eventual të Taravarit. Si shihni këto zhvillime brenda vlenit? Sa mendoni se këto zhvillime do të ndikojnë edhe në pozitën e shqiptarëve në ekzekutiv? Të them të drejtën, as pak fare nuk ndjehem mirë, nuk më duken zhvillime normale, madje do të them, brenda kampit shqiptar, po duket sikur ne shqiptarët ende nuk kemi arrit pjekurinë e nevojshme politike që kërkon demokracia, që ne të luajmë rolin e vërtet cilin i takon partive tona konkretisht shqiptare, si ato që janë pushtet, si që janë ato në opozitë. Dhe shihni, ne duhet mësojmë shqiptarët, pra subjektet tona politike, duhet mësojmë njëre për gjithmonë si do të cilën konform rregullat të demokracisë. Demokracia ka rregulla. Ka rregulla, ka dhe interes qytetarëve cilat e mbrojnë ata. Shihni, edhe koalicionimet e mundshme duhet bënë në frymën e kësaj.
Nuk mund të me thonë, një parti opozitare me vite dhe ka qenë ajo kauza, arsye e cila ka lënë si forcë opozitare, do me thonë, për të shpreh një pakënaqësi ndaj pushtetit aktual të kohës që ka qenë. Dhe për të sjellë ndryshime. Dhe për të sjellë ndryshim, dhe mbi të gjitha, mu që kam vlen më tepër, ajo është një shpirt i qytetarëve opozitarë, cilët me dekada kanë pas mendimin ndryshe, kanë kërkuar alternativa më të mira, kanë kërkuar qeverisje më të mirë, kanë kërkuar pozitë statusit më të mirë shqiptarëve, edhe juridik, edhe social, edhe ekonomik, gjithë aspektet, dhe prandaj ato kanë pas një shpirt opozitar që kanë mbrojt këtë mision, këtë kaos, që të vi një ditë jetësohet, vërtet, gjithmonë për më mirë, për të ndryshuar pozitën e qytetarëve, mirëqenjen e tyre. Dhe gjë që po dëshpërojnë dhe po shgënjen nga partitë cilat i përfaqësojnë. Shihni, koalicionimet, do të thonë partijake, duhet bën në këtë frymë, në frymën e parimeve, në frymën e programeve, në frymën e historikut për cilin ke lind, synimet për cilat ke pas, misionit për cilin ke je. Do të thonë ti mbi ndesh me këto parime për cilat vetë ke lind dhe ke nis të funksionosh në demokraci, të nëtosh në urat e demokracisë, dhe mbi cilat ti duhet ta fitosh pushtetin dhe pretendon. Ti thin të gjitha këto parime dhe bën, do të thonë, koalicionime jo të natyrshme, vetëm që të arrish të pushteti. Dhe kjo është ajo që më bregos. Nuk zgjedh, do të thonë, mënyra të rregullta, po vetëm se si të vish të pushteti. Dhe të kjo pa përjashtim. Të gjitha forcat politike duhet të akuzojnë me të njëjtën vërejtje se nuk ndjekin as parime, as programe, as platforma, vetëm qëllim të vetëm, mënyrën më afat shkurt, rrugën më të shkurt të vinë të pushteti. Qëllimin e kanë vetëm pushtetin. Dhe për fat keq po duket se pushteti i tyre është interesi i tyre i ngushtë, klanor, partijak, i grush njerëzve, dhe kjo është ajo që më brengos. Unë tregoj drejt, unë jam profesor dhe nuk jam e angazhuar politikisht, as kërkon, unë mbështeta ndryshimin. Shihni, unë mbështeta ndryshimin për arsye për këtë mision, për këtë qëllim, që demokracia kërkon ndryshim pushtetit, rotacion pushtetit. Pse? Demokracia thotë është forma që i mundson kushtet për ndryshimin e ku. Jo domos do të ndryshojë pushteti, po demokracia është formë që të mundson kushtet për ndryshimin e pushtetit. Qytetarët janë ata cilët do vendosin a ka nevojë të ndryshohet ky pushtet ose jo. Dhe gjithmonë domethënë është qëllimi rotacion, ndryshimi i pushtetit, se bërja e gjatë e ushtrimit të pushtetit të shndron. Amerikanët thotë from angel to demon, prej angelit të bën pushteti është i keq në një kuptim. Dhe pushteti është i keq, dhe sa me angel ti është qetërson. Thotë që publikisht keni mbështetur unë mbështeta publikin ndryshimi, po nuk e përkas asnjë provencë politike, asnjë partije politike. Unë jam profesor dhe do të vazhdoj të kontribuoj për interes të publik. Tani si vlerësoni veprimin e Taravarit dhe Aleancës për Shqipërinë? Po pikërisht në këtë frym, domethënë veprimi i tij nuk më kënaq, nuk është në konform rregullave të demokracisë, nuk është koalicionimi. Dalja e tij është gabim, pse? Ai ka shpirt votuesish opozitar, atë që thash. Ai duhet të ndjeki programin dhe qytetarët votuesit e saj, cilët kanë dashur të bëjnë ndryshim, dhe mezi u arrit ndryshimi vjet bashkë me Blenin, dhe ai duhet të jetë të vazhdojë bashkë me partitë tjera opozitare, sepse ata ishin një frymë opozitare të gjithë. Ata duhet të bashkëqeverisin në mes kundërshtive. Atë shihni, ishte problematik, Bleni është problematik se është e cila përbëhet prej më shumë subjekteve. Po duhet ta kenë ata të qartë se nuk mund të bashkëqeveriset pa kundërshti, duhet të i kaluajnë ata. Dhe këtë Taravari do të tepte të gjithë maksimumi përpjekjet që brenda të Vlenit të japi mund përpjekjet e tij dhe të ndryshojë, të luftuaj për avancim të statusit të Sa është i mundur një bashkëpunim? Ndara asja nuk mund të arrijë ajo. Sa është i mundur një bashkëpunim? Kjo çon në fragmentarizim dhe dobësim të votës së shqiptarëve dhe dobësim të peshës së politikës shqiptarëve në këtë vend. Në këtë drejtim, sa është i mundur një bashkëpunim mes Taravarit dhe Ali Ahmetit për zgjedhjet lokale? Tash unë nuk du të hyj sa është i mundshëm bashkëpunimi, nuk ato janë kalkulime politike dhe nuk du të hyj në detaje. Unë dua të them se BDI-ja në këtë situatë është në moment opozitës, ajo duhet luaj rolin e vërtet opozitar, dhe për fat të mirë, në për herë të parë, ne s'kemi pas as opozitë deri sot. Shihni, për herë ka qenë opozita jo e vërtet, opozita e manipulume, për herë
në heshtje ka bashkëpunu me pushtetin për herë të parë, shqiptarët shohin një opozitë të vërtetë. Dhe BDI-ja duhet kështu si e ka nisë, duhet të vazhdojë ta luajë këtë rol. Ajo duhet të vazhdojë luftën e vetë ta bëjë opozitare, domethënë duke paraqit programe të mira, alternativa vetëm pak shkëzën. Ajo domethënë BDI-ja duhet të vazhdojë se i bën mirë për shëndetin e saj të rrinë opozitë dhe ta bëjë betejën e vërtetë për drejtat e shqiptarëve siç pretendon. Dhe ajo domethënë duhet të punojë në këtë drejtim. Dhe ajo qëllimin e vetë, ardhen në pushtet do të arrijë nëpërmjet alternativa më të mira që paraqet këtu. Jo shihni duket se dalja e Vlenit, e partia e vetë me gjitha aludohen se ai nesër mund të bashkohet me BDI-n, është domethënë një manipulim, një trik politik të cilin BDI-ja mund të ketë fut të ravarin në këtë lojë politike dhe nesër të bëhen bashkë ose me interes të përbashkët atyre. Gjë që kjo nuk shihni, kjo nuk i kontribon demokracisë. Ka zëra për krisje edhe brenda frontit evropian. Këtë edhe tha dhe zotri Mexhiti. A mund ta ndjek fati Vlenit edhe frontin evropian? Po shihni, kjo është ajo kaosi politik shqiptar, ajo që nuk është normale, që s'din si ta definosh, domethënë është një çështje e cila fare nuk ka të bëjë si thash me rregullat e demokracisë, me parimet, principet, dhe kjo është një absurditet i jon politik që ndodh. Shihni, BDI-ja, si thash, duhet domethënë luftën e vetë ta bëjë me alternativa të mira. Jo në një mënyrë po duket sikur vazhdon ajo avazi vjetër që shpesh ne kemi pas përçarje për midis partive politike dhe prishjet koalicionimeve me qëllim vetëm për arritjen e pushtetit ose mbajtjen e pushtetit të cilin ai e ka pas. Shihni, kjo është situata të cilin vërtet domethënë BDI-ja duhet të jetë konstruktive në këtë rast, por edhe Vleni në anën tjetër ka vërejqet e veta, gabimet e veta. Domethënë pse ne bëm ndryshim, unë thash vetë kum që ai publikisht e kombështet ndryshimin, po një ndryshim i cili vërtet do të cilë një ardhërim më të mirë. E kurimi të ndryshimit, zëri Maksuti këtu duhet ndërhim me pyetje. Dhe së paku, nëse nuk ka mundësi Vleni ta avancoj më tej statusin të drejtat e shqiptarëve, së paku e ka detyrim patjetër të ruaj këto që janë arrit. Deri në pikën të cilat i kemi sot. Ndryshime, Partia Shqiptare. Shqiptare. Kjo është vërejtja, përgjegjësia më e madhe e cilën mund ta atakojmë sot Vlenin. Nuk është në gjendje, do thonë ne shihni, po na degradohen të drejtat e shqiptarëve. Dhe kjo histori është e rëndësishme për të drejtat e shqiptarëve kurimi Partia Shqiptare, por edhe vetë kryeministri ka paralajmëruar se është duke u përgatitur në fazën finale ligji për përfaqësimin e drejtë. Që do të zëvendësoj balancuesin. Sa mendoni se do të zgjidhë? Për fat të keq, Bleni do them tash për fat të keq, nuk është në gjendje le të avancojë më tej drejtat e shqiptarëve, po as të ruaj këto që kemi arritur deri sot. Konkretisht për balancuesin po flasim, është më mirë ligj se sa balancuesi apo balancuesi se sa një ligj. Pikërisht kur themi këto kemi dy çështje na dalin parasysh, përfaqësimi i shqiptarëve në institucion, përfaqësimi adekuat dhe i drejtë dhe ligji i përdorimit të gjuhëve. Shihni, këto çnojnë një të arritur që arrit me BDI-n deri më sot. Ne e kritikojmë për njëjtin anën tjetër duhet të shprehim edhe meritat të cilat i ka. Se këto të arritura nuk guxojnë të shemben, të degradohen, shkëlqen. Shihni, asesi. Po, i thotë balancuesi u dëshmua se nuk funksionoi, kishte keq përdorime, ligji për gjuhët kishte u dërguar në gjykatë kushtetuese dhe ajo lëndë u la për vite aty në Sirtar dhe nuk kishte një zgjidhje përfundimtare. Këtu konkretisht pyetja ishte për pastaj do kthehemi te ligji për gjuhët. Ligji që përgatitet për përfaqësimin. Është në fazën finale, mendoni se do të jetë më mirë se sa me balancuesin dhe do të zgjidhë këtë problem një herë për gjithmonë. Përfaqësimi, ligji që ne tash që po 5-6 muaj se pritet të dalë ligji për përfaqësimin adekuat dhe të drejtë. Pas heqjes së balancuesit, domethënë nga gjykata kushtetuese, dhe pritet ligji, është trumbetuar se do dalë një ligj i cili do ta rregullojë më mirë. Por unë nuk dua ty në detajet të kësaj çështje, për arsye se ende nuk ka dalë zyrtarisht versioni propozim ligji më saktë, se ligji quhet ligj kur në momentin në fuqi. Domethënë draft ligji, propozim ligji ende nuk ka dalë publikisht, edhe nuk kanë të drejtën të hyjë të bëj kritika, vërejtje, sugjerime, paraprakisht të shohin le dali ligji në opinionin publik edhe tani do të hapet debati publik se vërtet sa e zgjedh përfaqësimin e drejtë. Nëse ai ligj nuk është i mirë, nuk bën zgjidhjen e drejtë përfaqësimit adekuat si një nga vlerat e kushtetutës, të rendit kushtetues të vendit tonë, patjetër se do të jemi të parit kritikë i cilët
do ta kritikojmë ligjin i cili nuk plotëson, nuk garanton të drejtën e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të shqiptarëve si një padrejtësi historike e cila të bëhen shqiptarëve të gjithë historisë. Kurimet e kushtetutat dhe të gjykata, në debatin publik jeni parashikuar si ekspert për të mbrojtur ligjin për gjuhët që gjykata kushtetuese duhet të mbajë një seancë publike, megjithatë u anulua për shkak të tragjedisë. Si mendoni se do të zgjidhet çështja e ligjit dhe si do ta mbroni ligjin në gjykatën kushtetuese? Tash, domethënë, jem një nga ekspertët e thirrur që të marr pjesë në seancën e gjykatës kushtetuese, me ekspert që ka tarapan, po për shkak të Koçanit është shty seanca, ende nuk kemi të njoftuar datën e mbajtjes, po pavarësisht kësaj, domethënë ne do të përpiqemi që të ofrojmë të gjitha argumentet tona para gjykatës kushtetuese dhe ta mbrojmë gjuhën shqipe, ligjin e gjuhës shqipe të mos cënohet në asnjë dispozitë të saj. Për arsye se çimni gjuha shqipe, pra gjuha e qytetarëve të cilët e flasin 20% është gjuhë zyrtare dhe ne duhet t'i afrohem dhe i kemi përgatitur besoj të gjitha argumentet që para gjykatës kushtetuese se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare dhe ligji për përdorimin është në pajtim me kushtetutën. Pa marrë pa hyrë, gjithë argumentet, sepse nuk është këtu momenti edhe s'kemi për efekt të kohës, vetëm do të them një element. Pse gjuha shqipe, pse ligji i gjuhës shqipe, pra ligji i qytetarëve cilët e flasin 20% është në pajtim me kushtetutën dhe nuk argumenti kryesor është se në amendamentin 5, përveç formulimeve tjera që ka, që është edhe një formulim në një paragraf pasus të saj, i cila thotë se gjuhë zyrtare në organet e pushtetit shtetëror është edhe, përveç gjuhës maqedone, është edhe gjuha e qytetarëve të cilët e flasin 20%, por të rregulluar me ligj. Dhe ja, ligji, pra, parlamenti ka nxjerrë një ligj i cili që ja ka dhënë vullnetin, domethënë lirinë e plot kushtetutvënësi, pra kushtetuta, që ja kalon legjislativit, parlamentit, pra, të drejtën të nxjerrë një ligj i cili do të rregullojë përdorimin e gjuhës shqipe në organet e pushtetit shtetëror. Pra, kjo është një drejtë krejtësisht e lënë në vullnetin e lirë të ligjvënësit të parlamentit që të rregullojë gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, për arsye se kushtetuta e parasheh, thotë, në organet e pushtetit shtetëror, gjuhë zyrtare është edhe gjuha e 20% të rregulluar me ligj. Dhe krejtësisht ja le të drejtën ligjit, pra ligjvënësit, pra parlamentin, të rregullojë me ligj vejat sipas vullnetit të tij sa do të jetë gjuha zyrtare shqipe në institucionet e organeve të saj. Dhe kjo është argumenti bazik në cilin gjykata kushtetuese nuk mund të letë të Kjo është një ndër argumentet me cilën do të dilni në debatin publik. Ju jeni optimist se do të ketë Kjo një është argumenti bazik, por kemi edhe plot argumente tjera të cilat tashmë s'kemi kohë moment që të Jeni optimist për një epilog pozitiv për Shqipërinë. Po unë shpresoj patjetër, shihni se gjuha shqipe i ka gjithë argumentet që janë në drejtën e saj, prandaj shpresoj se argumentet tona dhe të ekspertëve tjerë shqiptar do të bindin gjykatën kushtetuese, por dhe opinionin ndërkombëtar se gjuha jonë është e drejta e saj plotësisht me kushtetut, ligji përkatës të mos cënohet në asnjë dispozitë të saj. Zoti Maksuti, fare në fund kishim paraparë edhe disa pyetje për zhvillimet në Kosovë, jeni njohur si zhvillimeve edhe atje. Për të pesën herë është anuluar, themi, nuk është ka dështuar seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës. Si mendoni se do të zgjidhet ngërçi politik në Kosovë? Shihni, atje unë për shembull më duket pak prej larg si shoh zhvillimit të ngjarjes, sepse kur jam brenda Kosovës më lehti perceptoni kupton të gjitha zhvillimet politike, po domethënë dua të sparë të them se ky problem nuk është problem me bazë juridike, sipas vlerësimit është në aspekt politik. Pse është në aspekt politik? Shihni, aktorët politik të Kosovës duhet të jenë të vetëdijshëm se ata duhet të demonstrojnë pikuri demokratike, domethënë se përpara tyre, përpara marrjes së pushtetit të tyre, qëndron sfida më e madhe. Ndërtimi i institucioneve stabile të Kosovës, aq më tepër Kosova është në prag, është në një njohje stabile si subjekt ndërkombëtar gjithandaj, gjitha organizmat ndërkombëtare. Prandaj ata gjithmonë duhet të rrymë mbi ky çështje, se nuk mos me veprimet tona i bëjmë më shumë danj Kosovës se sa e ndihmojmë atë. Mos dali më tepër interesi partijak apo interesi i përgjithshëm i Kosovës. Dhe kjo është e vërejtja ime e parë. E dyta, unë do të them se tash jemi në fazën kur Kosova nuk arrin ta zgjidhë kryetarin e parlamentit.
Shihni aty kushtetuta është e përcakton shumë qartë, thotë kryetari i parlamentit duhet të propozohet nga partia që ka numër më të madh të deputetëve. Në zgjedhje. Po, dhe pikërisht shihni, kushtetuta e ka përcaktuar qartë dhe vetë vendosja ka propozuar kandidat cilin duhet ta mbështesin të tjerë. Nuk ka këtu çka duhet ti të merresh me çështje tjera, se është parlamenti, është trup politik i gjithë. Duhet, sipas vendjesime, duhet votohet. Jemi në fazën, domethënë, ku duhet atje kushtetuta dhe rregullore, domethënë, nuk e ka rregulluar deri në fund këtë çështje. Jashim tash kemi ku momentin ndërprerje seanca nuk arrin seanca konstitutive të përfunduar dhe zgjidhet kryetari dhe jemi në fazën ku çdo ndërprerje seancës duhet çdo 2 ditë të mbledh të mbahet edhe një herë, të provohet sërish dhe të zgjidhet kryetari i kuvendit. Shihni, e keqja është i moment këtu se ata që e shfrytëzojnë, domethënë, atje aktorët opozitar, e shfrytëzojnë momentin se kushtetuta nuk hyn më tej ta rregullojë këtë situatë, por edhe rregulloria e punës së parlamentit vetëm ka rapat këtë situatë, domethënë, vazhdimi i seancës ndërprerja e saj duhet të vazhdohet çdo 40 maksimum brenda 48 orëve. Dhe nuk shkon më te çka do ndodhen nëse ajo ndodh përsëritet me pafundësi. Nga vullneti politik. Këtu, shihni, ne duhet të krijojmë kulturë juridike, jo ta gjejmë dobësitë, mangësitë e kushtetutës, të ligjit, apo të rregullores të parlamentit dhe t'i bëjmë obstruksion kushtetutës me qëllim përfitimi i interesit. Ja kjo domethënë. Unë do të them se le të krijohet kuvendi i Kosovës, tani te procedura e formimit të qeverisë është e drejta e koalicionimeve të tyre, siç ka thënë popullit, qytetarët, dhe ata mund ta pamundsojnë formimin e qeverisë, por le të rrjedhë situata institucionale siç është kushtetuta. Shfrytëzohet drejtën e demokracisë aq sa ta garanton dhe lejon kushtetuta dhe jo ti bësh obstruksion kushtetutës dhe drejtësisë. Ky ishte koha e paraparë për këtë intervistë. Ju falenderoj shumë për kohën që ndat. Ishte kënaqësi. Unë falenderoj.